Meshkujt janë të pas ankth dhe depresion ma shumë se kurdo herë tjetër në histori. Me koll mashkull sot nuk është hiç lehtë. Prej kur lind një djalë, vazhdimisht mësohet që kur mos mi shpreh emocionet e veta. Pritshmëritë që tjerë t'i krijojnë në raport me ta janë qaq të mëdha, saqë ai duhet me hesht për me u siguru që tjerët po e respektojnë e që po e merr mirënjohjen sociale që beson që i takon. Me koll një mashkull nuk kupton edhe me pas rolin e kryefamiljarit, edhe me siguru aspektin ekonomik për familjen, po edhe me koll mbështetës për problemet emocionale të krejt antarëve të familjes. Po nëse ti gjithmonë je aty për krejt, kush është aty për ty? Nëse ti gjithmonë ki pritshmërinë ndaj vetes e tjerët kanë pritshmërinë ndaj teje, në momentin që je i lëndum e don me u dorëzu, kush ka me kon aty për ty që më të kallëzu që dielli mundet me linda pet nesër e që nesër ka me u bo ma mirë. Shumica e meshkujve për shkak që i majnë krejt që të emocione mrena, njihen shumë keq e kanë të probleme dhe me kërku ndihmë, se kjo prej tyne shihet si dobësi e prej tjerëve nëse ti kërkon ndihmë shihet sikur nuk je burr mjaftueshëm. Kjo e prodhon një farë depresioni të heshton që shumë shpesh mundet me përfundu në formë fatale. Prandaj nëse e ki një djalë, një shok, ose një vëlla i cili është tu kalu në një fazë të keqe emocionale, mos e bë me uni ma keq për agjendje emocionale. Përkundrazi, mundohu mi ndihmu, se një fjalë e mire jotja mundet me ndihmu shumë e që besa mundet me japshtu edhe jetën.